Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot po përgatisim një ëmbëlsirë të jetë lehtë dhe të shpejtë, por me të vërtetë ka një shije të jetë të mirë. Ju sugjeroj që ta provoni, sepse është e lehtë për ta gatuar, po ashtu ka edhe shijen. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Fillimisht, në një enë më të madhe, do të shtojmë 4 vezë. Sigurohuni që vezët t'i keni në ambient të dhome dhe asnjëherë në ëmbëlsira mos i përdorni vezët direkt nga frigoriferi. Tani tek vezët do të shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë tani që t'i përzijemi me mikser për 2-3 minuta derisa vezët edhe sheqeri të shkumohen mirë. I përzijmë mirë derisa vezët të shkumohen në këtë mënyrë. Vazhdojmë tani tek brumi, ta shtojmë miellin dhe miell do të shtojmë 4 lugë gjelle. Tek brumi do të shtojmë 2 lugë gjelle me kakao. Ndërsa pluhur për pjekje, do të shtojmë vetëm 1 lugë çaji. Vazhdojmë përsëri përzijmë me mikser. E tani brumin e ëmbëlsirës e kemi gati. Marrim një tepsi për pjekje mesatare dhe poshtë tepsisë shtroni letër për pjekje. Vazhdojmë që tani këtë ta shtrojmë brumin e ëmbëlsirës. Me ndihmën e lugës e shpërndajmë brumin në tërë tepsinë në mënyrë të barabartë. Vazhdojmë tani e pjekim në furrë të parangruhur në 200 gradë, diku preferuesisht 20 minuta, derisa të sigurohemi që brumi është pjekur mirë. Tani që është pjekur brumi dhe është ftofur pak, e largojmë nga tepsia me ndihmën e letrës për pjekje, e rrotullojmë nga ana e kundërt dhe e largojmë letrën për pjekje. Tani sa është brumi i nxehtë, duhet që ta zbutim me qumësht. Por qumshtin, cilin duhet që ta përdorim në këtë ëmbëlsirë, është qumësht me shije çokolate, nga ato që shiten gatshme. Në total do të përdorim 250 ml. Qumshti është i ftoftë. Tani e largojmë brumin anësh, lejojmë që të ftofet dhe vazhdojmë që ta përgatisim kremin. Vazhdojmë tani me kremin. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë, shtojmë 300 ml krem pana ose hoplla për ëmbëlsira. Tani sipër te kremi pana, shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë përsëri që të përzijemi me mikser për 2-3 minuta derisa të trashet pak kremi. Pasi sigurohemi që e kemi përzier mirë, një lugë gjelle e kam larguar anësh që ta ruaj pastaj për ta dekoruar ëmbëlsirën dhe vazhdojmë që këtu brenda tani të shtojmë 500 gram alk, salcë kosi, shmand, pavllak, me imra të ndryshme thirret në vende të ndryshme. Në total do të shtojmë 500 gram. Pasi e kemi përzier mirë, vazhdojmë që tani te kremi të shtojmë biskota të bluara. Në total do të shtojmë 250 gram me biskota të bluara. Dhe tani me ndihmën e një lugës përzijemi mirë derisa të sigurohemi që të gjitha produktet do të lidhen dhe do të bëhen bashkë. Dhe tani kremin që e përgatitëm e shtojmë sipër brumit. Dhe tani, pasi e lëmojmë mirë ëmbëlsirën, vazhdojmë që sipër ta mbulojmë me çokoladë. Në një enë më të vogël, shtojmë 150 gram çokoladë. Sipër çokoladës, shtojmë 150 ml krem pana për ëmbëlsira. E vendosim tani në zjarr mesatar derisa çokolada të shkrihet. Tani me çokoladën e shkrirë e mbulojmë ëmbëlsirën sipër. Lejojmë që ëmbëlsira të ftofet në frigorifer të shtrëngohet mirë për disa orë,
Pastaj do ta shërbejmë dhe në fund të videos do ta bëjmë edhe demonstrimin e recetës nga afër. Shpresoj që do ta provoni dhe ju, do ta shijoni dhe do të ngjeni të kënaqur edhe nga shija e kësaj ëmbëlsire. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.